do zhvillohen në këtë 3 javë të mbetur. Dëgjon, e para duhet me kuptu që nuk mundet një subjekt politik, si që është Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, me folë për një emën konsensual edhe me aqu një emën që buron nga subjekti politik. Nëse flasim për emën konsensual. Çfarë emrash kanë dërguar PDK dhe LDK? Nuk kanë dërguar emra, për atë po them, domethënë është jashtëzakonisht e vështirë me kuptu, është jashtëzakonisht e vështirë me kuptu Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike kur thonë fillimisht ti neve në shkruan ai letrën për me na i votu kandidatin, na me ta dërguar dhe kandidatin dhe kundër kandidatin, pastaj ne ta dërgojmë emrin. Domethënë që këta besoni se është qëllimi i kësaj kërkese pikërisht sepse dhe vetëvendosje po është kërkesë irelevante, nuk mund të sigurohet me të drejtuar ty me thonë në po vinë debat dhe po ta çoj dikon tjetër që ti s'ke me ditë kush është Ardiani. Po dhe vetëvendosja po kërkon një kundër kandidat vetëm sa për ta plotësuar quorumin. Tash ne duhet t'i besojmë lëvizjes vetëvendosje në kuptimin se ka thonë që un jam i gatshëm për një president konsensual. Ka prit me ditë të tëra. Po opozita s'po e dërgon emrin. Pse vetëvendosja ka dërguar emrin për një president konsensual? Në momentet fundit, për t'ju përshtatur afateve kushtetuese, aja ka dërguar emrin e Glau Konjufcës. Po nuk është konsensual megjithatë. Po jo, s'është konsensual. Sepse vjen nga vetëvendosja. Po megjithatë, nëse është dashur, nëse ka dashur me provoku prap kuvendin ose partitë politike ja kishte dërguar një emër tjetër. Për shkak të afërsisë që Glau Konjufca e ka me Partinë Demokratike, me Lidhjen Demokratike edhe me subjektet e tjera politike, është mund të themi që ka qenë një emër ndoshta më shumë i pranueshëm se të gjitha emrat tjerë. Dhe zoti Kurti ka pritur deri në moment të fundit. Zoti Kurti, po bre, është shumë e vërtetë, ai derivon, domthonë është emër. Po për shkak për përmbajtje afateve kushtetuese. Prandaj kryeministri Kurti ka thënë vazhdimisht, dërgojeni ju një emër që ne ta shqyrtojmë në Këshillin e Përgjithshëm, sepse është subjekti majoritari, ka 51% dhe nuk duhet me marr vendin vet. Duhet prapë me pyet. Kur po vjen puna te Partia Demokratike, po thotë na duhet me pyet Këshillin e Përgjithshëm. LDK-ja po thotë na duhet me pyet kuvendin e LDK-s. Edhe kryeministri Kurti po thotë unë duhet me pyet Këshillin e Përgjithshëm te lëvizje vetëvendosje. Prandaj, nuk është logjike në politikë që ti ofrohet një subjekti politik, fillimisht një letër, me i thonë nënshkruam atë, pastaj unë ta bëj ta sjell emrin ty. Nuk është logjike. Jemi të folë për një president që ka 30 kompetenca, që në një farë forme e balanson punën e qeverisë të kuvendit dhe të institucionit presidencës. Nuk jemi të folë për një emër të një ministri kursare që don kryeministri Kurti ose kushdo që tjetë kryeministri. Por e gjithë çështja zotëri Bytyqi, a besoni se qëndron tek mos arritja e marrëveshjes mes partive politike, sepse baza dhe vetëvendosje po e përsëris, po e kërkon këtë emër nga Partia Demokratike vetëm për ta plotësuar quorumin. Po du me u kthy në atë që thash fillimisht. Po du me u kthy në atë që thash fillimisht. Te dyja, edhe opozita, majoranca, edhe opozita nuk kanë disponim me pranu emrin e njërit që e dërgojnë. Opozita që e dërgon emrin e vet edhe emrin e Glau Konjufcës që ka quajtur lëvizja vetëvendosje. Mos por emri Glau Konjufcës nuk është konsensual, po është kandidati i partisë